Unë zotëri tropojë që të them, unë tropojën në jetën time e kam patur idhull në kodën e Enverit, sepse figurë malësore dhe figura Baramcurit ka qenë një idhull i indoktrinuar nga regjimi për thënë atë figurë madhështore të tipike të shqiptarit. Unë shqiptarit nuk e kam parë nëpërmjet Labit se ishte ai Lab, po e kam parë nëpërmjet Tropojanit, në atë veshjen e tij, e kam parë nëpërmjet Baramcurit. Dhe idhullimi ishte, po i lejohet Tropojës që sot në këtë moment që ka derë gjak në luftë kundër serbit, ka derë gjak që i ka fut në gjak Sali Berisha. Dhe tani ja themi me prova e faktit që i ka fut gjak. Ja themi me prova e faktit që Sali Berisha ka qenë shërptori kryesor i regjimit Miloševićit gjatë luftës. Dhe tani të më dal dhe të di më thua, është patriot apo s'është patriot? Do unë të them stop them. Në këtë logjik tërhiqem ke plotësisht të drejtë. Çfarë ndodhi tani? Çfarë ndodhi? Në votimin e parë ne kemi qenë bashkë në emisionë të tjera, ajo që unë i fal Berishës lëvizja fundit që i boni me Belerin. Jo e turpshme. Po ta themi cop tradhti. Atëre, votimi i parë që u bën në Himar, i cili uri përsërit, ishte me një fitore me 10 pikë, me 12 vota të opozitës shqiptare përfaqësuar nga Beleri. Okej? Kur u bë rivotimi dytë, nga ne u ngrit me të madhe çështja e një votimi patriotik dhe jo të një votimi politik. Populli i Marës, një zër ju përgjigj jo thirrjeson, po ndërgjegjës patriotike të tij dhe votojnë në mënyrë plebiscitare. Ai plebiscit i atij votimi, në qoftë do të marrësh leximin sot të asaj zone, do ta shohësh që është absolutisht i njëjtë. Sepse gjithë zona e jugut ka votuar në mënyrë plebiscitare kundër kësaj tradhtie të këtij personi. Jam dakord. Dhe ti dhe unë jemi të ndërgjegjshëm që ne kur flasim nuk po penalizojmë Berishën në urrëtitjen tonë, por në analizën e fakteve dhe provave të cilat e nxjerrin zbuluar urrëtitje personale me Sali Berishën. Por nuk mund pranoj këtë njeri që të marri flamurin e djathës, flamurin e nacionalizmit, flamurin e sovranizmit me veprimet që ka bë. Kjo është domethënë të bosh për budall. Dhe këtu ke të drejtë ndjedhje me atë. Në këtë plan, përpos faktorëve të tjerë, cilët vlen të analizohen edhe me radhë, ky akt ka qenë akti më penalizues i Partisë Demokratike në këto zona.